Xabi Alonso duket se e rrëzuan galaktikët e Real Madridit. Të hënën Real Madridi i dha fund bashkëpunimit me Xabi Alonso, të cilin e shkarkoi nga pozita e trajnerit. Vendim ky që erdhi një ditë pas humbjes 3-2 nga Barcelona në finalen e Superkupës së Spanjës. Por duket se rezultatet nuk ishin arsyeja kryesore që Alonso mbeti pa punë. Problemet e tij me disa nga yjet e klubit, duke nisur nga Kylian Mbappé, mund të kenë sjellë ndarjen e rrugës mes spanjollit dhe presidentit të Real Madridit Florentino Perez. Diçka e tillë u shpërfaq edhe pas përfundimit të El Clasicos, kur francezi Mbappé nuk i bindej një kërkesë të Alonsos, që me sa duket ishte për t'ia bërë korridorin e nderit lojtarëve të Barcelonës. Kjo përforcohet edhe më shumë nga raportimet e sotme të mediave spanjolle, që thonë se Alonso ua ka thënë në sy drejtuesve të Real Madridit se pushteti i madh që po i jepet lojtarëve po e bën të pamundur menaxhimin e situatave në skuadër. Xabi Alonso e drejtoi Real Madridin në 34 ndeshje, nga të cilat mori 24 fitore, 4 barazime dhe 6 humbje. Si pasues të Alonsos, Real Madridi e emëroi menjëherë Alvaro Arbeloan, i cili do të debutojë në ballafaqimimin e La Ligas në fundjavë kundër Levantes.